إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, nga Allahu xhaleshanuhu falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamen këtë ditë të bekuar të xhumas i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paqja, mëshira dhe begatit e Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ata. Vëllezër të ndershëm besimtar, në këtë ditë të bekuar të xumas, do të jemi bashkërisht në shpjegimin e emrit të bukur të Allahu xhaleshanuhu, El-Baqi. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu, El-Baqi, në gjuhën tonë shqipe e ka kuptimin i përhershëm, i gjithmonshëm, pa fillim dhe pa mbarim. Allahu xhaleshanuhu është i përjetshëm pa fund, ndërsa çdo gjë tjetër vazhdimisht shkon drejt zhdukjes. Al-Baqi është i përjetshëm. Ibn Kathiri te surja Ar-Rahman shpjegon se gjitha krijesat do të vdesin dhe do të zhduken, por vetëm Allahu xhaleshanuhu do të mbetet përgjithmonë, ashtu siç ishte para krijimit. Allahu xhaleshanuhu është i përhershëm, ekzistenca e cilit nuk ka fund. Allahu xhaleshanuhu mbetet përgjithmonë, ndërsa gjithçka tjetër kalon. Në surën Taha ajeti 73, Allahu xhaleshanuhu drejtohet dhe thot: Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Ne i besum Zotit ton që ai na i fal gabimet dhe magjin me cilën ti na detyrove. Allahu xhaleshanuhu është më i miri në të shpërblyerit dhe më i përjetshëm në të dënuarit. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu shpjegon momentin, çastin e sihirbazëve, magjistarëve në kohën e faraonit, të cilët thojnë se ne kemi besuar Allahu xhaleshanuhu që na i fal gjitha gabimet tona, na i fal gjitha gjunahet tona, na i fal gjitha padrejtësitë tona, dhe në mënyrë të veçantë veprën e shëmtuar të magjisë, nëpërmjet të cilës ti i drejtohen faraonit, na kishti t'i kundërvehemi të vërtetës. Kemi kundërshtar të vërtetës. Kemi kundërshtar shpalljes së Allahu xhaleshanuhu dhe mrekullisë që i dha pejgamberit të tij. Allahu xhaleshanuhu është më i miri dhe i përjetshëm. Premtimi i Allahut xhaleshanuhu është më i mirë për ne se sa premtimet tua. Shpërblimi që Allahu xhaleshanuhu na i ofron është i përjetshëm dhe më i madh se ato stolit, ato ofiqet që na i premton kë. Ky është edhe një nga shpjegimet që vjen nga Ibn Ishaku.
Dërkaq Muhammed ibn Ka'ab al-Quradhi shpjegon, Allahu xhaleshanu është më i mirë, pra Allahu xhaleshanuhu është më i mirë se ti për ata që i binden, për ata që i nënshtrohen, për ata që i pasojnë besimin dhe për ata që i përgjigjen ftesës së Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa te fjala o abqa i përjetshëm, do me thonë që dëshkimi Allahu xhaleshanuhu është i përjetshëm për ata të cilët nuk i binden Allahu xhaleshanuhu, ata të cilët nuk i besojnë Allahu të xhaleshanuhu ashtu si që kërkon Allahu xhaleshanuhu. Ndërkaq në ajetin 88 të surës El Qasas, Allahu xhaleshanuhu thot: ولا تدعوا مع الله إن إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Përveç Allahu xhaleshanuhu mos adhuro zot tjetër. Nuk ka të adhurum veç Allahu xhaleshanuhu. Çdo gjë do të zhduket e Allahu xhaleshanuhu nuk zhduket. Allahu xhaleshanuhu i takon gjykimi dhe tek Allahu xhaleshanuhu do të jetë kthimi. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor ne ban me dije se adhurimi i takon vetëm Allahu xhaleshanuhu, i cili është i vetëm pa ortak. Dashurinë, madhnimin, nënshtrimin e plot me bindje nuk e meriton askush tjetër përpos Allahu xhaleshanuhu. Çdo gjë përveç Allahu xhaleshanuhu ka më zhduk. Allahu xhaleshanuhu është i përhershëm, është i përjetshëm. Allahu xhaleshanuhu është El Qayyum, i përjetshëm, i cili i mban të gjitha krijesat, kujdeset për gjitha krijesat, i cili Zot asnjëherë nuk vdes. Allahu xhaleshanuhu i takon pushteti, Allahu xhaleshanuhu i takon pronësia, Allahu xhaleshanuhu i takon sundimi, Allahu xhaleshanuhu i takon mbretnimi. Kurse te krijesat të gjitha këto kanë afatin e saj, të gjitha janë kalimtare. Dhe ka që në surën Ar-Rahman ajeti 27, Allahu xhaleshanuhu thot: kullu men alejha fan. Çdo gjë që është në tokë është zhdukur, do të zhduket. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. E ka më mbet vetëm Zoti yt që është i madhnuar e që është i nderuar. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu ne e ban me dije se çdo gjë në këtë botë, si njerëzit, si e gjinët, si kafshët, si bimët, të gjitha gjallësat me fjalë tjera, një ditë kanë me vdek, një ditë do të zhduken. Atëherë do të mbetet vetëm Allahu xhaleshanuhu, i cili nuk vdes kur. Allahu xhaleshanuhu është dhul jalal wal ikram, zotruesi i madhnisë, krenarisë, lartësisë, prandaj meriton madhrim, adhurim, lavdrim, ashtu siç e meriton si krijues i gjithësisë. Nëse e bëhemi vetëm një shembull nga jetën tonë të përditshme, nëse e bëjmë një llogari pas 100 viteve, secili nga ne nuk jemi në këtë botë, këtë xhami mas 100 viteve vinë gjenerata tjera, vinë xhamat tjerë, vinë xhallar tjerë. Kjo është një shembull shumë i madh sepse ne e ban me dije se kjo botë është kalimtare. I vetmi i cili është i gjithmonshëm është Allahu xhaleshanuhu. Ne vetëm se e përcjellim njëri tjetrin gjenerat pas gjenerate. Transmetohet një ngjarje e cila ka të bëjë me këtë emër të bukur të Allahu xhaleshanuhu. Një burrë dhe një grua jetojshin
me një jetë shumë të vështirë nga skamja. Kishin skamje të skajshme. Dhe një ditë, kjo gruaja shkoi te një kojshi pasanik të cilin e kishin troketit e dera e tij. Dul shërbëtori dhe i tha çka dëshiron. Ju drejtu dhe i tha se du të atakoj zotrin tanë. Ju drejtu shërbëtori dhe i tha kush jeni ju që ti kallëzoj zotris tem se kush pe kërkon. I tha kjo gruaja, thuj ati se jam motra e ti. Mirë po, shërbëtori e dinte shumë mirë se zotria e ti nuk ishte motër. Andaj dhe hyri, i shpjegoj zotris ti dhe i tha se te dera ka një grue e cila pretendon se është motra e jote. Atëherë, i thot ke shtëne në ti e mrena. Pasi i një mrena, ju drejtu pasoniku, e përshëndeti me përshëndetjen islame, me ftyrë të gëzume, me ftyrë të qeshme, si du të pritet një mysafir. Dhe ju drejtu tha, prej nga je ti, Allahu Gjeleshanu të më shiroft, oj motra ime. Tha unë jam motra jote nga Ademi a.s. Atëherë, ki pasoniku, tha me vetën e vetë, kjo grua me siguri nuk e ka kërkan. Andaj, unë kam vendos që jem i pari, i cili do të mbaj lidhje fare fisnore me këtë. Do të ndihmoj çfarë do ndihme që ka nevoj kjo. Atëherë, ajo gruaja ju drejtu me buzëqeshje dhe i tha, o vlla, do shta njerëzit si ti, nuk e din se çka është varfria, nuk e din se çfarë shije ka varfria, por shkak të kësa jam sot këtu para teje, bile pili kemi prish raportet edhe me bashkëshortin, jemi edhe nga të divorcit, jemi edhe nga të ndarjes, dhe erdhat e ti me të drejtu që na ipsh diçka për ditën e gjykimit, sepse ajo që e ki sot para vetës është e përkohshme, ajo që te Allahu Gjeleshanuhu do tjetë e përjetshme. Çka do që t'jepni për hir të Allahu Gjeleshanuhu, ajo do tjetë e përjetshme. Ju drejtu ki pasoniki dhe i tha, përsërit edhe një herë që këtë fjali. Gruaja e përsërit edhe një herë, pas ju bon 3 herë, ju drejtu dhe i tha, përsërit edhe një herë. Tha, kjo po mduket se po ban hajgare me mu. E përsërita 3 herë. Dhe kjo po mduket ma shumë se hajgari i të bo me mu. Andaj thot, ma nuk e përsëriti këta. Në atë moment, ju drejtu shërbëtorëve të vetë, ju tha se jepni asaj 10 deve meshkuj, 10 deve femra, dhe mirë një pasuri nga pasuria e jeme, sa do kjo, sa do me morë. Dhe këtë e japë për ditën e gjykimit, që do të takohemi me Zotin Gjeleshanu, sepse në këtë botë përkohshme vërtet u bo sebeb kjo grue, që mos të maj pasuri nga të vetës time, nga se pasuria e vërtet ata që ka është, ata që e japim o vlezër të ndershëm besimtar. Se e sa generata paranesh, se e sa grupe paranesh, ju kanë lënë e vladve vetë pasuni. Ju kanë lasdru, do më thonë, ju kanë lënë pasuni. Sot kje vlad di vetë, një dinar nuk e për babën e vetë, për nanën e vetë. Bile, ado me ki që ka është, krekosët. Unë e kam rinë, vetë e kam bo, vetë kam rinë që to. Bile, fajson edhe babën, edhe nanën, edhe vlavin, edhe mingjëm. Andaj vëllezër të ndershëm besimtar, se jemi në këtë botë, se jemi në këtë dunja,
sa jemi në dunjon e cila është kalimtare, me durët e tona t'japim sadaka. Për cilën ditë? Ditën kur do t'na dohet shumë e sadaka. Me durët e tona të ndihmojmë jetimin. Me durët e tona të ndihmojmë studentin. Me durët e tona të ndihmojmë fukaran. Me durët e tona të ndihmojmë këqin. Me durët e tona të ndihmojmë ai i cili troket në derën tonë dhe kërkon nga ne. Mos jemi për bozës. Bani njetë për babë. Bani njetë për namë. Bani njetë për shpirtin e babës atë që e japët sadaka. Bani njetë për shpirtin e nanës që e japët sadaka. Mos e haro babën, mos e haro nanën. Sepse që atën qka e jetë, ata kime e pasë para Zotë. Ata qka e hargjojmë këtë dunja o vlezër, e keni pa dhe ushqimin që e hajmë. A jetë këtë ushqimin trupin tonë? Pjesa dërmuse dhe më thonë detyrohet, që është e ka kriju Zotë i vëgjutin tonë, trupin tonë. Nuk rinë trup. Hajnë 2 herë në ditë, hajnë 3 herë në ditë, hajnë 5 herë në ditë, po hajnë 10 herë në ditë. Në trup krejta ju shqip nuk rej. Duhet dalje dikon, apo? Ndaj vëllezër të ndashëm besimtar, kujdes se cili nga ne, se kjo jetë është kalimtare. Nga fritet e besimit, në këtë emër të bukur të Allahu Xhaleshanu El Baki i përhershmi, janë çdo gjonë këtë botë është kalimtare. Si pasunia, si pushteti, si rinia, zhdukën. Krejt zhdukën. I kusha merakle, ti ndroje 5 herë në ditë teshat. Merakleve? Nuk ka gjë të keqe në këtë vëllezër. Mos keq kuptohemi, nuk ka të keqe. Mirë po, do ta kujtoj e ki se dikush nuk ka mi ndru 5 herë në ditë teshat. Mirë po edhe një gjë do ta kujtoje se rinia një ditë ka mu zhduk, gjithmonë i riski me kam. Gjithmonë fuqinë e rinis ki me pas. Ka dhonë pasuri Zoti, mos u prekos. Mos me ndo se e ki zbulu diçka ti që për para ti që ka pas kërkush. Mjetë do tjetë pasuria për me e fitu ti gjennetin. Mjetë do tjetë pushteti që e merë për me e fitu ti gjennetin, jo gjennemin. Mjetë do tjetë rinia që ti ta fitush gjennetin. Mësimi që na jep, kë emër i bukur e Allahu Xhaleshanu është që mos lidhemi shumë në këtë dunja, mos lidhemi shumë me këtë botë. Mos jemi nga ata të cilët shtrëngohemi fort në këtë dunja, sepse zhduket një ditë. Largohemi një ditë nga kjo botë, nga kjo dunja. Prej friteve të besimit në këtë emër të Allahu Xhaleshanu El Baki i përhershëm është se Allahu Xhaleshanu është i përhershëm pa mbarim. Ekzistenca e Allahu Xhaleshanu është e përjetshme. Allahu Dhul Xhelal ka ekzistuar edhe para neve. Allahu Xhaleshanu ekziston edhe tash. Allahu Xhaleshanu do të ekzistojë edhe pas neve, vëllezër të ndershëm besimtar. Ne jetojmë sa që jetojmë këtë botë. Mesatarja 64 vjetë, për edhe 100 hargjohen. Allahu Xhaleshanu është i përhershëm pa mbarim. Prej friteve të besimit në këtë emër të bukur të Allahu Xhaleshanu El Baki i përhershmi, është se punët e mira, veprat e mira mbesin. Ajo që bëhet për hir të Allahu Xhaleshanu ka as problem për hershëm. Mos ta bojmë asnjë punë për hir të këtij, për hir të atij. Mos ta bojmë asnjë punë, na që boj qefin ti, na që boj qefin atij. Ta bojmë për i Zot Zotit. Në qetë e vogël puna. Në qetë e vogël puna, ma për i Zot Zotit, sepse nëse e bojmë për i Zot Zotit një punë, vallahi billahi tallahi, Zoti ka me të shpërbli në atë moment kur ti nuk e di, në atë moment kur ki nevojë për Zotin e gjithësisë. Çdo vepër që e bojmë, edhe buzëqisha në mesnesh që ndodh, bone për hir të Allahu Xhaleshanu, jo me abo qefin, jo me i kallxu fac njerit, po për hir të Allahu Xhaleshanu, buzëqishu vllavit tan musliman, babës, nënës, në 3 gjona ka sadaka njeri. Një, kur e shikon qabën, veç me i këshirë qabën,
llogaritet sadaka. Prindërit kush i ka gjallë, me i këshirë në ftyrë, derisa i këshirë në ftyrë prindërit, ka sadaka. Kur'ani Kerimin, Kur'ani familjar, nëse e mormi edhe e dy përmendshni do një sure, ama me i këshirë, është sadaka, sikur se sadaka me bon. Të janë begati që i ki vetëm dinin tonë, vëllezër të ndershëm besimtarë. Pastaj prej friteve besimit këtë emër të Allahu xhaleshano është punojnë për akiretin tonë, jo vetëm për këtë botë kalimtare, edhe t'i shtojnë veprat tona të mira, namaz, sadaka, veprat të tjera të cilët i kërkon përditshmëria jonë. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshano me këtë emër të bukur të tij, që jemi nga ata të cilët fillimisht e kuptojnë këtë emër, punojnë me këtë emër dhe jemi nga ata të cilët e praktikojnë këtë emër në jetën tonë të përditshme. E tash vëllezër të ndershëm besimtar, atë gëzimin e madh që na i dhan klubi i futbollit Shkëndija Araçinës, nuk ban na pak pa ju dhënë motiv nga kjo xhami e jona. Do të më falni 2-3 minuta që në emrin tim personal, në emrin të këshillit të xhamisë Rezistenca dhe në emrin tuaj si xhamati i xhamisë Rezistencës, t'ju uroj sukses, t'ju uroj këtë fitore të madhe. Ti përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë sakrifikuar sepse nuk ka ardhur çati për çati. Kanë pas sfida, kanë pas probleme, kanë pas lloj halli, lloj derti. Mirë po, falënderimi i takon Zotit që arritën sot të jenë në ligën e parë. Të gjithë lojtarët, udhëheqin e klubit, të gjithë që janë shkaktarë, që sot Shkëndija Araçinës jetë në ligën e parë, e lusë Allahun xhaleshano bashkarisht me ju, që t'i shpërblen. Ndërkaq nga ne, duke filluar nga unë, po edhe nga ju, tash do t'jemi nga ata të cilët i përkrahim në ligën e parë. Du t'a bëj një krahasim. Kur erdhi pejgamberi alayhis salam prej betejës së madhe të Bedrit, edhe kur ju drejtu veteranëve të luftës së Bedrit, paramendojnë 313 luftarë kanë qenë, mbi 1000 luftarë kundërshtari ka qenë, i armatosur deri në dhomë kundërshtari ka qenë, plus kanë pas armatim sa ato, dhe e fitun luftën. Çka ndodhi? Pejgamberi alayhis salam një fjalë tha: imi kon luftën e vogël, tash jemi luftën e madhe. Edhe unë ja u them Shkëndijës së Araçinës, jo që sa kon luftë e madhe dhe me mërin në ligën e parë. Tash lufta më e madhe është me qëndru këtu ku janë, dhe tash duhet luftojnë për vendin e parë sepse meritojnë vëllezër të ndershëm besimtarë. Dhe kërkojnë nga ju, gjithë që keni mundësi të kontribojni, të ndihmojni, i ndihmojmë gjeneratës tonë, i ndihmojmë rinisë tonë, i ndihmojmë krenarisë tonë, sepse Araçina vëllezër të ndershëm besimtarja ka zbardhë ftyrën gjithë shqiptarisë në 2001 dhe vazhdojnë brezat e ri. Krye me klubin Shkëndija Araçinës këtë mision që e kanë marrë mbi supet e tij, ta na zbardhin ftyrat dhe dalshmi faqe bardhë, elhamdulillahi rabbil إلهي